4 ditë pas shpërthimit të fuqishëm që i mori jetën 67 vjeçarit Hysni Ymeri, policia e Shkodrës ka arritur të zbardhë vrasjen me lëndën eksplozive e ndodhur në 29 dhjetorin e vitit 2025 në lagjen Manush Alimani. 4 shtetas përfunduan në pranga të dyshuar si autor të kësaj ngjarje në operacionin që u zhvillua me mbështetjen e Forcës Kombëtare të Sigurisë, Forcës së Posaçme Shqiponia, shërbimeve të komisariatit dhe atyre të drejtorisë vendore. Si rezultati një pune intensive operative dhe hetimore të kryer nga strukturat e drejtorisë vendore në drejtimin e prokurorisë, me qëllim zbardhjen e dinamikës së autorsisë së vrasjes së shtetasit Hysni Ymeri, bazuar në provat e siguruara, u finalizua operacioni policor i koduar Shadows. Në kuadër të tij u vënë në pranga 4 shtetas: Ergys Ibrahimi 27 vjeç, Gerti Bushati 27 vjeç, Edison Hasa 25 vjeç, Gjergji Zefi 24 vjeç. Dalimi i tyre u bë pasi ka dyshime të bazuara dhe të mbështetura në prova se këta shtetas kundrejt pagesës në bashkëpunim me njëri tjetrin në datën 29 dhjetor duke përdorur lëndë eksplozive e dyshuar me telekomandim në distancë kanë shpërthyer panelin elektrik të pallatit ku jetonte 67 vjeçari Ymeri. Gjatë veprimeve procedurale, kontrolleve të vendeve dhe ambienteve, si dhe kontrolleve personale janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 28 celular, një automjet Mercedes-Benz, rrobat e veshura nga autori dyshuar që ka vendosur lëndën eksplozive, municion luftarak, një sasi monetare në lekë dhe euro, një sasi lënde narkotike, një sasi lënde kokaine, 3 pajisje gjurmuese GPS, 2 kamera sigurie dhe një laptop. Vjen puna për zbulimin e personave të tjerë të implikuar në këtë ngjarje dhe dokumentimin e plot dhe sqarimin e motiveve. Materialet i kanë kaluar prokurorisë për veprat penale, vrasja me paramendim kryer në bashkëpunim, shkatrimi pronës me eksploziv, mbajtje pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyesa dhe municionit, prodhim dhe shitje narkotikëve kryer në bashkëpunim, si dhe prishja e qetësisë publike.